rikthyer në studio, vazhdojmë diskutimet tona. Unë në fakt ndërpreva fjalën Rediolës para publicitetit dhe me të do ta vazhdoj. Çfarë do mësoje Rediola? Atëherë unë them që ndikojnë edhe pak personat e tretë, le të themi, ose pjesa e shoqërisë, të familjes. E di çfarë më bën përshtypje, ndoshta dhe gaboj, por përshtypja ime personale dhe individuale. Mendoj që sot nëse një vajzë komunikon me një shoqe ose me një person që e ka pjesë të shoqërisë, nëse i tregon një episod të historisë së saj dashurore, gjë e parë që i thonë e lëre. Dhe kjo ndodh edhe në familjet, më vjen shumë çudit, të paktën çfarë po dëgjoj dhe çfarë po shoh vërdall. Dhe nuk thot askush që të ulet dhe të arsyetoj, të analizoj mbi situatën dhe të thot prit se mund të ketë pak të drejtë ose ta shikojmë edhe këtë variant. Askush nuk këshillon gjëra të tilla. Dhe momenti që femra është pak, le të themi, e errët në atë moment dhe merr një shtysë që lëre, sikur ndikon. Nuk e di nëse jemi dakord për këtë gjë, se shpesh herë ka edhe raste në të cilat familjet janë ata të cilët i mbajnë me zor shumë vajza në një martesë dhe i thonë po shihe, duke justifikuar ndoshta edhe problematika që janë. Kjo ndodh te familjet, zakonisht familjet e varfër. Baballarët e kanë të gabim. Familjet që nuk kanë të ardhura, familjet që s'kan edukim të mjaftueshëm dhe ndodh mentaliteti është akoma. Ç'është mentaliteti, nuk e kemi fyer mentalitetin. Në shoqëri e mendon si Rediola, çfarë ndos? E kemi për kategori të ndryshme. Kemi në prirjen për ta larguar dikë nga një martesë nëse shohim që ka probleme pa e zgjidhur, pra cilat janë ato pallat që ne si shoqëri japim. Ne nuk kemi fare mbështetës për sa i përket një personi nga të dyja palët, qoftë burrë qoftë gruaja, për ta mbështetur nëse ka një problem i cili është i rënd mjaftueshëm për të çuar në një zgjidhje martese. Biles neve kemi tendencën që gjithmonë e qëndrojmë pak larg problemeve, nuk kemi ndihmues në. Kjo është shpreha që mbi tash një shpull durojë ti tash. Edhe normalizimi i dhunës patjetër është një gjë tjetër. Ai një shpull ka puna madhe. Burrësh ai flas për kjo kategoria që them unë. Ky është mentaliteti. Këto janë fragmente të mentалitetit. Dhe sa në Bashkimin Evropian shkojmë, aq më keq është situata. Nuk e di, do ta bëjmë Bashkimin Evropian si ne. Nuk kemi ndërgjegjësuar veten tonë dhe fshatrat tona në krahasim me qytetin. Për shembull, në fshatra duket shumë qartë që përgjinia mashkullore është më e keqe në kuptimin që nuk është dominante. Po, nuk është ndaj person dhe femrës mbështetje, po thjesht është personi që të gjujti s'ka gjë, po unë mami tatë me radhë kështu, po nuk mund të shkoj unë mami dhe tjetër me radhë, se nuk është, pra personaliteti një personit është e veçantë. Futet edhe çështja pronës, edhe në shatë, se thot ai do më kthehet. Pastaj pasuria është gjë tjetër, pasuria është gjë tjetër, po thjesht të flasim për mentalitetin, pra mentaliteti jonë është jemi në Tiranë dhe ndryshon nga lagje në lagje, nuk kanë nevojë të shkosh në Bashkimin Evropian, apo të jetosh në Zvicër apo në Kanada. Unë besoj që shumë martesat të brezërve të prindërve të mi kanë shpëtuar martesën e tyre për shkak të këtij mentalitetin. Kanë qëndruar për faktorë që prindrit i thoshin durohet të gjitha këto dhe sot unë shoh që kanë arritur një komunikim të përbashkët dikur ishte nga halli, tani duket sikur kanë qenë të lumtur. Po duhet flasim pak për çështjen e martesës. Absolutisht. Ja, para shumë vitesh nuk mund të flitej për lirit. Patjetër, por sot kemi arritur në pikën ku ndahen për një fjalë goje dhe kjo nuk është normale. Jo, nuk është normale. Atë them diçka nga ana ligjore që të kuptojmë edhe të shkojmë tek problemi. Pra, nga aspekti ligjor, ligji edhe kohën e komunizmit, edhe sot që jetojmë në demokraci, gruaja dhe burri kanë qenë të barabartë. Por çfarë ndodhi? Sistemi komunist e asaj kohe krijoi që burri është krye familjari dhe në atë moment u cenuan të gjitha të drejtat për të palët që janë të barabartë. Në diktaturës në të njëjtin moment në një shtëpi, në një hyrje, dhomë kuzhinë. Po edhe atëherë ekzistonte dhuna, nuk është se ndryshon. Por në ato momente kur tinë certifikatën familjare. Një shtëpi dhe prapë familjar. Ende dhe sot krye familjar burrin nën kupton që është diskriminim. Se ti nuk mund të quash sipas ligjit, kjo është një gabim ligjor, po është në mentalitet. Shko ndryshoja mendimin ligjvënësit. Thot krye familjari, po thot krye familjari dhe gruaja bashkëshorte. Dhe prodhon mentalitet. Dhe prodhon kjo ngjarje ligjore probleme në shoqërinë shqiptare. Prandaj si në fshatir, si në qytet, si në Tiranë të jeshtë dhe zonët të ndryshme, në rasen e nuk luftojmë mentalitetin,
për dhunën, për barazinë edhe për pjesën e zgjidhjeve të martesës që të bëhen sipas ligjit, pastaj shikojmë pensionin ushqimor aty. Pensioni ushqimor nga ana ligjore është shumë i vakët. Për shembull, gjykata del me një vendim për kujdestarinë, sepse shpesh ushtrimi si bëhet ndarja. Prindëror nuk quhet kujdestari, kujdestari ka përgjegjësi prindërore. Është përgjegjësia prindërore, të cilën e kanë të dy prindrit, pavarësisht se ndahen. Të dy, kujdestari është gjë tjetër. Njëri e mban, tjetri ka detyrim, po. Njëri e mban, po që të dy kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime, se kur që të dyve i merr ti autorizimi dhe prokurën, që të dy kanë të njëjtat të drejta. Por puna është ku do rri fëmia të qëndrojë më shumë tek babaja apo tek nëna? A ka abuzime, diçka se duhet ta them? Se ka shumë rëndësi kjo që ndodh te gjykatat. Duhet keni parasysh diçka. Unë kam pas një rast skandaloz në gjykatën e Durrësit. Po, gjykata e Durrësit, nëna dhunonte fëmin, kjo nuk do thotë që nëna dhunon fëmin, po thjesht të kuptoni abuzim. Nuk ketë një rast. Gjykata, po abuzim, edhe femra e gjyqtare, e i lën fëmin tek nëna. E marrën në apel, vendosin psikologe, një psikologe bëri punë shumë të mirë, edhe erdhi dhe bëri një intervistë me fëmin dhe tha, unë me nënën nuk kam kontakt, si do rri unë me nënën? E kuptoni ku jemi. Pra do të thotë që edhe tek ushtrimi i përgjegjësisë prindërore, gjykatat, psikologët dhe të gjithë të tjerë dhe avokatët duhet të kenë kujdes ku shkon një fëmijë i cili nuk e din ku edhe të jetë me babain dhe nënën. Po duhet patjetër ne që jemi, po do thoja, pjesëmarrës të jashtëm që nuk dim sekretet e brendshme, duhet të kemi kujdes, sepse kur ti me një vendim gjyqësor i abuzues, abuzon në jetën e fëmijës, jo deri në 18 vjeç. Mund të shtoj diçka në atë që sa avokati, për shkak se kjo faktikisht është një tjetër çështje delikate në gjykatat tona, në të cilat tjerët eksperti, psikolog mund të bëjë një vlerësim shumë të mirë të rastit për të vendosur se ku duhet të qëndrojë fëmia për shkak të kushteve nga ndonjëherë që mund të jenë tepër problematike dhe shqetësuese, por mund të ndodhi që në mënyrë të çuditshme gjykata merr një vendim pa marrë në konsiderat aktin e ekspertimit të psikologut. Kjo nuk është më as në dorë të avokatit, as në dorë të ekspertit psikolog, shkon pak më përtej në vendimet që merren nga përshtypje. Në fakt më shumë se sa e bazuar në shifra që tendenca është për ta kaluar përgjegjësinë tek nëna. Kjo është tjetër gjë. Kjo është tjetër gjë. Ndërsa kjo ndoshta edhe kjo pjesë e gabuarit nga ata grupet pak për përgjegjësinë. Pra, ligjvënësi thotë, gjykat ke detyrë të bësh këto. Avokat ke detyrë këto, psikolog detyrë këto. Po mbi palët është gjykata. Gjykatësit që të shmangin përgjegjësinë e tyre, atëherë ata janë të rrezikshëm, nuk japin rrugëzidhje. Pra, përgjegjësia i mbetet gjykatës, se ai vendim gjyqësor do të zbatohet. Pra, me dhunë nuk mund të marrësh probleme në zyrat e përmbarimeve pafund, vetëm nga vendimet e gabuara që marrin në gjykatat për takimin, për shembull, detyrimi ushqimor, psikolog, i cili do të vlerësojë. Torturohet fëmia duke takuar sa një psikolog tjetër, domethënë ti ta detyrosh fëmin ta çosh në intervista të tilla. Pra do të thotë duhet edhe nga njëra ana ligjore dhe nga ana tjetër ana. Kur thash prindrit meritojnë të kenë penalitete në një proces zgjidhje martese këtyre situatave, referova në fakt që duhet të ketë një dakordsi që para se të hyjnë proces divorci për sa i përket fëmijës, kurse këta jo vetëm që se kanë, po e kalojnë fëmijën në të gjitha këto hallka që është një torturë e tmerrshme realisht. A përdoren shpesh fëmijën si një formë hakmarrje për të rikthyer ndoshta partnerin apo partneren. Fëmia manipulohet dhe keq trajtohet nga të tërë, mendoj unë në gjithë rastet që kemi patur, edhe nga psikologu duke bërë një ka dhe raste të shkeljes etikës dhe psikologut, nuk po them, por që nuk është gjithë gjëja. Varet sa edhe njëra palë në është e tmerrshme, është një lojë e tmerrshme. Do të kjo edhe nga nënat? Po nga të tërë. Edhe kur nënat kanë faj, domethënë që e ka hedhur bashorti, burri e ka hedhur dhe ajo është në gabim, ajo bën çmos për të marrë fëmijën dhe për të gjitha rrugët. Edhe nuk ka lënë fëmijën pastaj për t'i parë dhe gjitha këto sepse marrin mëllefin dhe i nasin asë mërë. Ne kemi patë raste, është rasti një polake, është rasti një polake i tmerrshëm që 2 fëmijë të manipuluar në mënyrën më të ndyrë nga 2 psikologë. Po nuk parashikohen penalitete për këta. Dhe nëna nuk i shikon, është kthyer, janë bërë fëmijë 18 vjeç, ai dha paratë e dynjas, ishte biznesmen, në apel i dha një 50.000 euro në kohën e korrupsionit 2017-2018, ajo akoma nuk i shikon fëmijët.
fëmijët ju audhën trut i droguan në trua. Po ja, për këtë rast tash duhet të ketë penalitete për prindrit, sepse përdoren në forma detyrimi ushqimor që është një llatari, do me thënë, gjykata ta vendos të 2 lek, se a i thot... Para se të na e thuash këtë, sepse shumë e rëndësishme, avokat, nuk e di se si ka vepruar Ediola me djalin. Djali ka qenë 4 vjeç në mos gaboj në momentin që Jo, lindar? ka qenë pa bërë 3 vjeç. Pa bërë 3 vjeç, as 4 vjeç s'ka qenë. Si ke folur ti me të? Ai ende i vogël, ndoshta dhe nuk kupton të shumë situata, unë nuk e di sa ta ka letësuar ty fakti që ai ishte më i vogël për t'ia shpjeguar. Kur janë të vegjël është më mirë. Distancën që do të kishte më varet pas. nga fëmijët, është pak e çuditshme. Unë kam pas menduar që normalisht duhet ta fshej këtë pjesën, të vinë në Shqipëri, të vazhdoj ai kopshtin, unë punën e të gjitha me radhë dhe e gjeja justifikimin që babi është në punë, se çfarë mund t'i thuhet një fëmijë të vogël? Babi është në punë. Jo, unë nuk ktheva në Shqipëri dhe nëse prekëm atë pjesën e parë që ku bëhet divorci, unë zgjodha vetë ta bëj në Shqipëri. U ktheva, kisha mundësinë që ta bëj atje, kisha dhe mbështetjen italiane. Ke jetuar në Itali? Po, në Itali. Po, në Itali kam jetuar dhe për t'u rikthyer përsëri tek ajo që do vazhdoj, përgjegjësia më e madhe është tek prindrit, kur ka të bëjë me fëmijën, nuk të zgjidh punë as psikologu, as shteti, as avokati, as gjë. Për të vetmen arsye, kisha të gjithë mundësi të rri atje, të më merrte në mbrojtje shteti italian, të më jepte një banesë, por aman me të gjitha këto ishte, sepse shteti italian ka ligje të forta, babai duhet të humbiste kujdestarin e fëmijës, sepse sipas ligjit italian, ai e lejonte fëmijën të qëndronte në atë situatë që ishte pashëndetshme për të. Sa mora vesh këtë pjesën, sa mora vesh këtë çfarë penaliteti ishte për të atin, vendosa që Ediola do t'i zgjidhësh gjërat në një mënyrë tjetër, nuk dua që të ndodhë kjo, se është zgjedhje personale, një nën tjetër mund t'a zgjidhte, thash do iki në Shqipëri që nuk janë këto penalitete, dhe dua që gjërat të zgjidhen me të mira, sepse nesër pas nesër dua unë, personalisht ta kem ndërgjegjen e qetë, dhe unë për këtë luftoj shumë, për të pasur ndërgjegjen e qetë, dhe djali të rritet i shëndetshëm. Kur era në Shqipëri, thash pastaj djalit që babi është në punë, të gjitha këto me radhë. Ka kaluar disa muaj dhe djali fliste për ditë me tjatin, nuk e kam ndaluar në asnjë moment, dhe pse e shikoja që na njerëzit e jashtëm kishte një lloj mlefi që si e lë ti fëmijën, ai të lati ikje shumë lirshëm, se s'kan qenë debate ose gjëra të mëdha, e kupton? Thjesht arriti limiti dhe si e lejonti dhe unë kam dalë kundër shumë njerëzve për t'i bërë gjëra si dua unë dhe thjesht për të pasur atë ndërgjegjen e qetë dhe për ta bërë gjumin e qetë. Dhe djalit i thash që jati është në punë, të gjitha, kur kaloi disa muaj, ai filloi të qante dhe mua më tha 3 vjeç i gjys ka qenë. Më tha, mami, ti po më gënjen, se babi nuk është në punë. Babi është në shtëpi, unë flas në darkë dhe është në shtëpi, dhe ne kemi ardhur në Shqipëri se ndoshta do ti. Fëmia 3 vjeç, dhe mua më ka lënë, ndërkohë që s'kisha bërë asnjë llogari se si do t'i përgjigjen fëmijën, sepse më duket shumë i vogël për të thënë diçka të tillë. Dhe kam shpërthyer në lot, duke ditur që isha dhe në një ngarkesë emocionale shumë të lartë. Dhe i kam thënë që babi dhe mami është ndarë. Dhe unë jam munduar t'i shpjegoj çfarë është ndarje me ato fjalë të thjeshta. Dhe kur djali e pa që unë po qaja, sepse më doli jashtë situata, jashtë kontrolli, dhe unë s'kisha as njerëz rreth e përqarke dhe nuk dija si të përgjigjesha, kam qarë dhe djali thjesht më ka fshirë lotët, e kam thënë dhe në një intervistë tjetër, më ka fshirë lotët dhe ka thënë, mami mos u mërzit. Unë do shkoj te babi kur të kem pushime dhe do kthehem do rri prapë me ty. Fëmia 3 vjeç e gjys, kur ne mendojmë që fëmia nuk di asnjë gjë, fëmia kupton gjithçka. Madje dhe gjëra që ne vetë nuk i kuptojmë. Ne rritemi pas divorcit vetëm nga ata fëmijë. Dhe këtë e besoj fort. Më dua të bëj një ndërhyrje se u thash nuk të ndihmon psikologu. Në fakt, futja elementit psikolog në çështjet, në proceset e zgjidhjes martesa dhe ndoshta po deshi avokatit të më kundërshtoj, që janë më pozitive që kanë ndodhur, pavarësisht se unë nuk përjashtoj rastet e abuzimeve. Jo, sikudo. Por këtë gjithë gjërat më sheshon jashtëzakonisht një pjesë mirë të konflikte dhe ju nuk e keni idenë se çfarë vjen aty tek ne, çfarë stuhie vjen aty tek ne. Dhe shpeshherë ne duhet realisht të kemi komunikime shumë presionuese që të
të bëjmë prindin të kuptoj që shiko se ti ke detyrimet tuaja, duke patjetër duke varet nga niveli ekspertizës pastaj, duke parashtruar edhe në aktin e ekspertimit disa sugjerime, rekomandime që gjykata t'i ketë në konsiderat, pavarësisht se mund mos jetë detyrat që mund të ketë caktuar gjykata. Avokat, për ta përmbyllur se jemi në limite, po edhe për pjesën e pensionit, sa është detyrimi që gjykatat tona nuk punojnë ashtu siç duhet për rastin konkret. Të futesh në një seancë dhe ta marrësh të gjithë bashkë për 30 minuta të dalë një vendim, nuk dele dot. Dhe këto janë pasojat e kësaj reforme keq në drejtësi. Nuk mundet të dalë as akti i ekspertimit, as fëmia të merret në pyetje dhe madje gjykata është jo e pandjeshme, në kuptim nuk the të bëhet emocionale. Por gjyqtarët do të kuptojnë që me 30 minuta të lesh një fëmijë ose të një baba maskara, ose të një nënë e cila është e pavetëdijshme apo pa e përgjegjshme, është e tmerrshme. Dhe këto gjërat janë pasojë që vinë sot dhe flasin ne. Do që i lexojnë dosjen në seancë. Në seancë lexojnë, nuk e di a i lexojnë, ose si lexojnë. Rasti i Durrësit ka qenë një ndër skandaloz. Fëmia është rrahur nga nëna dhe ajo ja la nënës. Kjo është më e tmerrshme dhe u desh që të vinte akti ekspertimit në apel, tu bënte seanca pas seanca. Edhe do 4 vjet, por me 30 minuta duhet lënë punën, jo vettingu të gjesh shkurtimisht pensionin, sepse vetëm këtë nuk përmendëm dhe e kam transmetuar me ta bëjmë është nga nivelit të ardhurave. Mos skandaloz që nuk varet nga nivelit të ardhurave, besoj. Nga nivelit të ardhurave nuk respektohet protokolli shtesë që ka dalë tani. Tek pensioni mentaliteti është pjesa më e vështirë e gjës, sepse një pjesë e mirë e partnerëve, pavarësisht se ka dhe të tjerë që kontribuojnë shumë të dohaj ajo nga lekët e gjysma e deklarojnë në të zezë punën dhe nuk i gjen. Pak ndryshe, sepse që në momenti që jam shkëfutur dhe kam vendosur për të ardhur në Shqipëri, jati është përgjigjur gjatë gjithë kohës për gjërat që ka fëmia nevojë dhe s'kemi pritur seancën gjyqësore për të vendosur atë tarifën Edhe çka fundit për gjykatat. Gjykatat abuzojnë me 30 minutshat. Unë e them me seriozitet dhe është denoncim publik. Nuk zgjidhet fati një të mituri ose vajzë ose djalë për 30 minuta. Le të jetë edhe 4-5 javë. E vërteta është edhe mosha 10 vjeç, gjykata duhet ta ftojnë. Po them që 3-4 javë mua nuk më del, më kupton nuk më del. Kam përshtypjen që është nga ato tema që edhe gjithë emisionin sigur ta mbanim, besoj nuk do të zgjidhim, nuk do t'i dhauronim të gjitha. Ju falenderoj gjyqtarit, jo skandaloz. Ju falenderoj shumë që ishte në vizionin e pasdites, ishte kënaqësi. Ne shkëputemi për publicitet dhe rikthehemi me pjesën e fundit me një tjetër të ftuar.